Alarmi për bombë tek plaza, evakuan klientët dhe stafi i hotelit në Tiranë, policia. Një i panjohur njoftoi punonjësen. Policia e Tiranës ka reaguar zyrtarisht në lidhje me alarmin për bombë në parkingun e Hotel Plaza. Sipas Bluve të Tiranës, punonjësia e hotelit ka telefonuar sallën operative pasi një person i panjohur e ka njoftuar për vendosjen e një sasie eksplozivi në parkimin e këtij hoteli. Në vendin e ngjarjes ndodhet policia dhe forca gjeniere, të cilat vjojnë veprimet hetimore për rastin në fjalë, ndërsa personat në hotel janë evakuar. Njoftimi i policisë. Rreth orës 19:35 në sallën operative të DVP Tiranë ka telefonuar një punonjëse stafi të një hoteli në rrugën Abdi Toptani, me pretendimin se dikush i panjohur e ka njoftuar për vendosjen e një sasie eksplozivi në parkimin e këtij hoteli. Menjëherë në vend ngjarje kanë shkuar forcat shumëta policie, të cilat kanë bërë rrethimin e zonës dhe evakuimin e personave të hotelit. Gjithashtu janë njoftuar forcat gjeniere për kontrollin dhe verifikimin e informacionit. Në përfundim të kontrollit dhe veprimeve hetimore do të keni një informacion më të detajuar për rastin.